që me pas shtrum, që me të prunë për 6 ditë për i javë, që me qonë në koshat, Allah në rëjë, se bëjmë shumë ushqim për shembull. Pra pa fri, tha pejgamberi, 1 me 2. Buka i personit është për 2 veta. Edhe mos ju tremni kësaj. A e dini si tregojnë rastin e 2 personave. Njoni ishte nga ato bejlerë të asaj kohë. Edhe i kishte porosit fëmijët që në vakt të iftarit nëse vjen ai lyps, rrifeni. Bini, mos e leni këtu, se na presh qetësi. Se keni parasysh, zoti i banon sa këtu. 2-3 orë para me iftar shtru. Pasuri sa dush. Sa njerëz punojnë për atë? Atë bini, edhe vini lypës. Atë vjen kohë iftarit. Me ndonë diçka, me humë, vëllezër. Birë. Shkoj 20 metrë u kthe pra, me ndonë diçka, bini. Të tretën herë, s'po kishin takat me i dhamu. E ne vjen ai, o, zot me i dhë. Unë nuk kem nata lypsit të thjesht. Po kam marrë me të marrë shpirtin. Allah më nëroj. Tremi madhë, pasuri shumë, punëtor shumë. Plot. Bini, ja, nuk kam marrë me të marrë shpirtin. Pa mund se të ne parkuve, ca prona atje, ca toka atje, ca, s'ka tolerancë. Nërsa i tjetër, edhe kjo në vakt iftarit. Nuk mund pres të iftarit, dhe më thonë s'kishte dorim. Inshallah do shpjegojmë që është edhe muaj i dorimit, po nëse rama inshallah. E kjo nuk duronte. Edhe do të merrte aheng, muzikë, gjatë gjithë asaj periudhe që do pres të iftarit. Ahengu aty në bërë, ato njerëzit, i kom shi tjetër e kishte dhe kjo besimtare, dhe kjo e gjerus. Por çka bëva ti, s'po në lera hatë. Edhe ju thotë aty, orë, mas i bini ma aty, po, kemi pagu lek, thot, na pagu këj mbreti, thot. E në kjo thot, pa flasë me fjallën e pejgamberit, se po e zërën, që tha luftoni të keqen me forë. Po se dole me forë, pa e luftoj me gojë, në fund fare, me urejt me zemrë. Edhe shkoj, kapi një muhuni, ra atër edhe hikën ato. Hikën, pra, muj i dorimit, muj i pamirësis, jepni se po kishe me këto vëllezër që ishin këtu afër, të zëjnë, ishte një prej këtyre djemve një shishe uji, a një shishe uji që ju dhërohet juve këto sonde, apo atë një iftar, apo këtë gjëtimi, është barës me 7-8 shishe në Ramazan. Me 10 shishe është jashtë Ramazanit. Dhe më thonë, një shishe uj, 10 shishe uj shpërblen të Zotit. Edhe ma shumë, po kjo është i mas, sa në e mërmenja nese. E thamë që njeriu do thotë në ditë në gjykimit, o, Zot të kështë ditën gjithë jetën të kështë shpërnda uj njerëzve. Aqë shpërblim do të kishte prej asaj. Edhe në mujtë Ramazanit është shumë. Boni veprat mira sa të mundi, boni bamirësi sa të mundi, shifni, edhe kur të boni në i bamirësi, mas pyetni shumë pjesëtarë të familjes, si t'ja bëjën, të adhorojte, ama s'të adhorojte. Sepse sa ma shumë diskutohet, edhe i del bojë. Edhe një njëri do t'jetë në hije në arshit Zotit. Dhe shkalli i këtij 6 që e përmendin sonde, ishte se ka dhënë për i pasurisë vetë, por e kishte bën traditë që t'jep të fshehtës. Normalisht Allahu xhallahu thotë jepni haptas edhe fshehtës. Po kur t'jepni haptas me pak kujdes, që mos t'i hyjë ajo hipokrizia këtu në zemër, apo dukja. T'jap që të më shohin gjithë, për shembull si më i thonë, "Shoh filoni merre këtë monedë për me." Mund t'japësh edhe kështu në publik, krejt normale, por duhet kujdes që edhe ati t'ja ruajmë atë nerin, fytyrën, edhe më mirë është fshehtës, po dhe haptas lejohet. Edhe ky njeri do të jetë me në hije në arshit Zotit xhallahu për shkakun e sadakas.
të cilën e ka dhënë duke mos e ditë njeriu. Inshallah kështu na pozodë. Allahu na zgjeron zemrat. Allahu na fal edhe na mëshiron gjithë.